do të fokusohemi te ajo çfarë politika po i bën banorëve, qytetarëve të këtij vendi. Cilat janë pasojat e krejt kësaj zvaritje të një procesi kaq të rëndësishëm të shtetit Kosovës? Çfarë do duhet të bënim ne si qytetar dhe cilat janë opsionet që na janë ofruar? Këtë sot do ta diskutojmë me të ftuarit që kam në studio, me zotrin Vebi Mujku, i cili është njohës i çështjeve sociale. Vebi, faleminderit shumë që je sot këtu me ne. Faleminderit. Me ne është po ashtu edhe Bardha Gërdov si psikologe dhe në një lidhje të drejtë për drejtë me Viber kemi edhe analisten Makbule Sadriu Shkodra. Përshëndetje nderuar, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Për të realizuar këtë bisedë, përveç jush po mendoja kënd tjetër duhet kemi në studio. Dhe thash duhet i kemi qytetarët. Dhe t'i ftonim që të gjithë ishte sigurisht e pamundur. Kështu që do të kemi edhe mendimin e qytetarëve për krejt këtë çfarë ndodh. Unë do doja që këtë bisedë ta filloni me ju, zotri Mujku. Si e shihni nga prizmi juaj? Si po ndikon situata aktuale politike në jetën e përditshme të qytetarëve, në disponimin e tyre, në mirëqenien e tyre, në kuptimin që sikur po na ngulfat krejt kjo çfarë po ndodh. Po dëgjojmë deklarata, akuza kundër akuza, kjo është faji atyre pse s'po bëhet kuvendi, është faji të tjerëve, po kërkojmë zgjedhje. Domethënë ka kaq shumë polemika ndërmjet politikanëve të Kosovës, saqë është duke ndodhur kambini një lloj ngulfatje tek njerëzit, tek qytetarët e këtij vendi, të cilët kanë shumë pak kohë që dhanë votën e tyre dhe thanë, hajde po e bëjmë këtë, po që si duket për pak punë nuk pa arri me i bë postet, edhe në kuptimin që me kriju një qeveri, një kuvend që është funksional edhe që punon në të mirë të këtyre njerëzve. Po, shumë e vërtet kjo që po thoni edhe jo, se kjo ka kriju një lloj demotivimi tek votuesit, tek zgjedhësit, të cilët nuk kanë pritur që do të vinë para një situate të tillë ku kanë dhënë votën e tyre, kanë shpenzuar ditë e muaj të tërë në përfushata politike elektorale dhe në fund të mos të themelohen institucionet e vendit, ka një ndikim jashtëzakonisht të rëndë për gjithë qytetarët, për gjitha shtresat, me theks të veçantë për kategorinë e personave të cilët presin për një vend pune, të cilët presin për një projekt pak më të mirë për një zhvillim të vendit. Dhe në Kosovë është kriju një lloj kulture politike e cila me të vërtet është një lloj bastardimi, sepse sot me politikë po merren të gjithë personat, po i shohim për fat keq që i kemi edhe fëmijë të moshës, ndoshta klasës 3, 4, 5 që njohin gjitha fytyrat politike, jo vetëm kandidatët për kryeministër, ministra ose kryeparlamentar, por edhe deputetët të ndryshëm, për shkak që skena politike është dominante. Dhe ndoshta me gjithë këta politikan kaq të zellshëm ose kaq të aftë, kisha thënë në kuptimin e fjalës, me pas një stagnim kaq të madh të zhvillimit ekonomik, të progresit, të prosperitetit, është e papërballueshme edhe ndoshta vështirë të kalueshme. Në qoftë se shohim sot kur po kalojnë disa muaj për kur nuk kemi qeveri dhe dikush thotë po shteti po funksionon. Është e vërtetë që shteti po funksionon sepse disa gjëra po shkojnë, pagat po ju dalin atyre që janë në vendin e punës. Madje po ka edhe shpërndarje milionash. Po edhe po ndahen, po ka afera të ndryshme në vazhdimsi tendera, po ka prokurime të ndryshme, po ka ndoshta sulme dhe kundër sulme të vazhdueshme. Mirë po, në aspektin social kjo ka një ndikim shumë të madh sepse të jetosh në një klimë politike, ka të paqëndrueshme, ku çdo ditë ka akuza të ndërsjellta, edhe asnjëherë nuk ka argumente që ta mbrojnë njëri tjetrin, mirë po në qoftë se njëri i thotë që ti ke abuzuar me një projekt ose ke abuzuar këtu, ky tjetri kthehet thotë edhe ti ke abuzuar. Në fakt të dy të pranojnë se të dy kanë abuzuar dhe asnjëri nuk i ka faktet që nuk ka abuzuar. Dhe son ndikon kjo ndikon shumë sepse një i ri sot, i cili arsimohet, edukohet, kërkon një vend pune në shtetin e vet, ku ka planifikuar që të jetojë dhe shet gjitha këto skena, me të vërtetë krijon një demotivim me një herë se a duhet të qëndroj edhe më tutje në Kosovë apo jo, dhe cilët hapat do të jenë. Pastaj për familjarët është shumë e rëndë, sepse jo të gjithë studiojnë në fakultete publike, në universitete publike, dhe shumë prej tyre do të paguajnë mirë herë në kolegje të ndryshme private, për shkak të një kualitetit pak më ndryshe, dhe gjithë ky investim, edhe shumica e prindërve ndoshta edhe me kredi i kryjnë këto investime për fëmijët e tyre, dhe në momentin që këta kanë vinë në situatë për të punësuar, për të gjetë një vend punës që të pavarësohen ekonomikisht dhe ndoshta edhe të ndihmojnë familjes për gjitha këto investime, ata detyrohen që ta gjejnë një shok, ta gjejnë një koleg, ta gjejnë dikën që ta marrin rrugën e gurbetit dhe të shkojnë të punojnë në një nga vendet evropiane, për shkak se këtu duhet fillimisht të jesh antar i një partie politike, një subjekti politik,
që të punësosh, që ta merresh në një vend pune aty ku e ke kry shkollën dhe ku e meriton që të punosh. Dhe sot ndoshta nuk ka ndonjë analizë ose orientim sepse asnjë parti politike pa marrë parasysh cilën nivel nuk don që të bëjë analiza të tilla, ndërpo nëse sipas opinionit të lirë, po themi kështu, sot nuk mund të gjejmë që dikush është i punësuar në institucione publike në bazë të meritave dhe vlerave të cilat i ka. Në shumicën e rasteve, njerëzit të cilët punësohen, ose që e marrin një vend pune, ose që sillen në formë kapadajllaku, kësha thonë në shumë vende, janë njerëz të cilët i takojnë një subjekti politik, ose janë pjesë aktive e politikës ku askush nuk mund të ju ndërhyj, qoftë në vendimarrjet e tyre ose në veprimet të cilat i bëjnë karshi kolegëve, të cilët në shumicën e rasteve i demotivojnë për punë, jo që ju ndihmojnë, por edhe i pengojnë. E qartë. Zonja Magvulje, po besoj që jeni duke na dëgjuar, të doja që të ndërlidhesha edhe me ju. Si e shihni krejt këtë çfarë është duke ndodhur në aspektin politik në vendin tonë dhe ndikimin që ka tek qytetarët? Unë kam bindjen që kemi kriju mendime të ndryshme, madje nganjëherë edhe polemika të ndryshme edhe në mes të familjes, në mes të përkrahësve të asaj dhe kësaj partie. Si e shihni nga prizmi juaj që po ndikon gjithë kjo çfarë po ndodh me kuvendin e Kosovës? Hiç më larg se dje ne pam pas asaj që ndodhi deklarata e kundër deklarata duke fajsuar njëra parti tjetrën, me një fjalë që të gjithë duke mbrojtur vetveten dhe duke dhënë fakte kundrejt njëri tjetrit. Nga këndi juaj, si do ta komentonit këtë? Fillimisht dua të them që pajtohem me konstatimet e mysafirit të juaj, zotrit Mujku, me të gjitha ato që i tha, dhe dua të kthehem te ajo. Qytetari në ditën e zgjedhjeve e kreu detyrimin e vet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ajo çka tha qytetari, pra konform rezultateve që janë tani më publike, tha dëshirojnë bashkëpunim. Pra dëshirojnë që partitë politike të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Dhe ne krejt çka po dëgjojmë këto ditë, duke aty ku e la dhe ti e dona, dje ishte edhe një seancë tentim për të konstituar kuvendin dhe ajo dështoi. Pra krejt çka po shohim është që nuk ka bashkëpunim. Dhe këtu megjithatë përgjegjësia kryesore i shkon partisë fituese, Lëvizjes Vetëvendosje, e cila duhet të jetë prijese e ndërtimit të një dialogu me të gjitha partitë të tjera që janë të përfaqësuara në kuvend. Dhe gjithë kjo situatë ka krijuar një lloj pasigurie, një lloj shqetësimi tek njerëzit, saqë ata të gjithë janë të detyruar që në përditshmërinë e tyre të kenë në temë konstituimin tani të kuvendit, pra se çka po ndodh në shtetin. Dhe pse duhet të jetë kjo? Pse kur të gjithë shkojnë dhe e kërkojnë votën, të gjithë i kanë të rëndësishëm qytetarët? Kurse tani, kur jemi në këtë fazë, pasi që qytetari ka ditur dhe ka votuar ashtu si ka menduar, tani nuk respektohet, do të thotë, si të them, dëshira dhe respektin ndaj vet atyre votuesve. Prandaj unë mendoj që është koha e fundit që të shohim një bashkëpunim dhe shpresoj që nesër do të jetë përsëri vazhdimi i seancës konstituive dhe të kemi ndonjë marrëveshje ndërmjet partisë fituese e cila ka për detyrë të prikë këtij procesi me të gjithë të tjerët në mënyrë që të gjithë qytetarit të shohin se institucionet shtetërore po shkojnë nga konstituimi, nga formimi i tyre, kuvendi, pastaj qeveria e matutje, sepse të gjitha këto pasojat negative, këto pasoja pra të mos konstituimit dhe gjithë kësaj gjuhe shumë polarizuese e shumë ofenduese që dëgjohet her pas here tani më, po është dëgjuar edhe më shumë, ndikon shumë negativisht të qytetarët dhe besoj që partitë politike të gjitha ua kanë borxh qytetarëve që ta marrin me seriozitetin më të madh këtë situatë dhe të afrohen me njëri tjetrin, të bëjnë kompromise dhe të dalim nga ky ngërsh politik. E qartë. Bardha, si e shihni nga prizmi juaj, si po ndikon krejt kjo klimë politike tek mirëqenia psikologjike e qytetarëve tanë, sidomos unë do të thoja e të rinjve, sepse kujtoj nga materiali që do të kemi mundësi të shohim pas pak, ishin më shumë se 3-4 të rinj që thoshin pse po na e bën këtë pyetje. Jemi lodh. Po, është ky ngërçi politik, siç po e quajmë tash, faktikisht krijon demotivim, siç e ceku edhe bashkëpreceduesi më parë,
tek gjithë qytetarët, sidomos tek të rinjët. Pse? Pse të rinjët janë ata që presin një të ardhmen më të mirë këtu, kanë shpresat më të larta dhe faktikisht gjithaj mundi që është bënë për shkollime, rritën shpresat për një të ardhmen të mirë kur kemi një zgjedhje, do të thënë kur kemi zgjedhje politike, kur i zgjedhje udhëheqësit tanë, gjithmonë shpresojnë që diçka e mirë do të ndodhë edhe premtimet do mbahen. Fatkeqësisht nuk mund të themi ende a mbahen apo nuk mbahen premtimet sepse nuk janë zgjedh, por kjo automatikisht ulë, domethënë, shpresën për një të ardhmë të mirë, demotivon të rinjët për të kontribuar në vendin tonë. Mos flasim që ndoshta edhe punimet e tyre ndalen në gjysmë për arsye se nuk ka kush të ecë tutje. Kjo krijon një lloj ankthi, stresi, dhe një lloj, si themi, një farloj mbyllje ndoshta e mendimeve, në lloj e ardhjeve të mendimeve negative në tek të rinjët. Të rinjët edhe të gjithë popullin. Për arsye se ne presim një zgjidhje të mirë, kur po e shohim se këta nuk mundën të kuptohen mes vete, atëherë nuk po e dim as po e kemi udhëhec në këtë rast. Kujt i drejtohemi? Kujt i drejtohemi edhe sa do i mbajnë edhe ato premtimet se i kanë dhënë. Domethënë automatikisht bie motivi, shpresa, edhe krijohet dhe stresi ankthi rriten automatikisht. E qartë. Zonja Makbule, a mund themi që krejt kjo situatë në të cilën jemi, në fakt ka humbur edhe atë pak besim që populli ka pasur tek institucionet, tek drejtuesit e partive politike, tek deputetët të cilët i kemi zgjedhur me votë lirë? Po, është shumë e vërtet, madje më ka rastisur të takoj një numër të rinjve këto ditë dhe besoni se të gjithë janë të demotivuar, madje tani kanë kaluar në një fazë se duke thënë as që po na intereson se çfarë do të ndodhë. Këtu me të vërtet nuk ka asgjë. Prandaj unë po befasohem me partitë politike, me liderët e partive politike dhe përsëri po e ritheksoj. Përgjegjësia kryesore është e fituesit të zgjedhjeve, lëvizjes vetëvendosje, që të angazhohen, të mos e humbin shpresën edhe atë pak shpresë që e kanë rinia këtu, dhe të angazhohen që të bëjnë një zgjidhje, të jetësojnë projektet e tyre dhe premtimet e tyre, të na ofrojnë siguri më të madhe në vendin tonë. Pra prandaj për mua është kjo nuk është befasi, sepse nga përvoja ime politike kam parë edhe situata do të thotë ku ka ndodhur të gjëra, por ja që të them të drejtën nuk e kam pritur që ne do të bllokohemi pikërisht në fillim. Unë kam besuar se do të vazhdojmë më tutje dhe të qeveria do të kemi diçka që do të mund të diskutohet e do të presim. Por nuk e prisja që ne do të bllokohemi që nga verifikimi i mandateve dhe tash kemi kaluar në hapin e dytë të blokadës ku kemi të bëjmë me zgjedhjen e kryeparlamentarës ose kryeparlamentarit. Prandaj mendoj që është momenti i fundit sepse megjithatë ne si qytetar nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër, përveç se votën që e kemi në duart tona, kur të na vije mundësia, atëherë duhet të mendojmë mirë dhe të mos i harrojmë këto situata dhe të dimë si të votojmë. Vevi, po të lidhem pikërisht me atë që tham, ka humbë edhe qaj pak besim që e kemi pas në institucionet tona, në drejtuesit tonë, tek liderët e partive politike të cilët ne i kemi votuar dhe në fakt ju kemi besuar. Si e shihni ju këtë? Për mua është shqetësimi më i madh sepse kushdo që e bën qeverinë e ardhshme, nuk ka lidhje kush do ta bëjë qeverinë, për mua problemi më i madh është çka presim ne si qytetarë. Domethënë kemi hyrë në zgjedhje, e dim si kemi hyrë sepse çdo herë Parlamenti i Kosovës i pari ka qenë më i mirë, i dyti më i dobët, i tretë, dhe çdo herë kemi persona të cilët na përfaqësojnë të dobët e më të dobët. Domthonë jemi ardhur në një situatë kur më të vërtet niveli i atyre të cilët na përfaqësojnë është shumë i ulët, po ato nuk kanë shkuar aty vet, po ne kemi votuar. Në një formë apo tjetër jemi mashtruar ose nuk kemi mashtruar ose kemi pas një interes, i kemi vendosur ashtu. Në po çka presim pas zgjedhjeve, çfarë presim pas konstituimit të qeverisë. Asnjë subjekt politik nuk kemi pas që ka ofruar diçka për të rinjt, për kopshtet e fëmijëve,
për shkollat, ato i kanë një retorik boshte të cilën e japin çdo herë, çka për universitetet, çka për vendet e punës, çka për investitorët e huaj, çka për parandalimin e rasteve, sepse sot ne po përballemi me raste të ekstremizmit, të radikalizmit edhe raste shumë të ndryshme, për cilët fajtor është edhe pjesa politike këto, sepse ky diskursi politik i orientuar vetëm drejt ofendimeve, konfrontimeve, konflikteve në mes vetes, sharjeve, ofendimeve, krijimi i një konfliktit brenda familjes, sepse sot me të vërtetë është krijuar një lloj diversiteti brenda anëtarëve të familjes, 3-4 anëtar me drejt vote, e kanë mendime të ndryshme, që normal që secili ka drejta këtë mendimin e ndryshëm, mirë po nuk e kanë as për të afërme, sepse njëri mendon komplet zë, tjetri komplet bardh, për shkak se edhe ashtu po na imponohet. Unë mendoj që gjithkund ka zgjedhje, gjithkund ka politikë, ka fushata, mirë po përfundon brenda disa ditëve dhe jeta vazhdon. Tek ne jeta politike ka fillu të punë, kemi pasë nivelin qendror, tash e kemi nivelin lokal, ndërkohë na kërcënojnë që do të kemi edhe një palë zgjedhje, sepse ta mërmenin që zgjedhjet janë diçka që do të sjellin produkt. Në fakt janë shpenzime enorme. Shpenzime enorme, humbje kohës, përçamje edhe më të madhe mes njerëzve aty ku punojnë nëpër kolektive ose nëpër familje, dhe cili është rezultati. Rezultati është zero, për shkak se ne nuk po presim diçka të mirë. Që kur e dim që po kryen zgjedhjet, edhe ne e presim që kemi pas një program të mirë. Si na eket një barë nga shpina, po gjithçka është orientuar në beton, në asfalt, asgjë s'është e lidhur me ambientin, në çfarë ambienti po jetojmë, në shëndetësi, në çfarë shëndetësi e kemi, në arsim, në çështje sociale, të cilat për çdo ditë po na shqetësojnë, gjithë ky numër i madh i vetvrasjeve, gjithë kjo dhunë në familje, gjitha këto raste të cilat po na ndjekin çdo hap dhe askush nuk po merret me shëndetin mendor, me mirëqenien qytetarëve, mirë, po prej orës 8, kur është koha ai top koha, më të thëmë ai piku i shikueshmërisë të televizioneve, në 19 kanalet, 12 kanalet, në të gjitha aki me njerëz të njëjtë, ekspertët të gjitha fushave, të cilët për çdo natë kanë melon nga një mendim prej kafenes, të cilën e kanë dëgjuar dikun, edhe asnjëherë nuk ja qillojnë, as nuk e dinë, edhe popullata jetë duke kohë dhe nuk koncentrohet. Është problem kur familja në vend se të koncentrohet në detyrat e shtëpisë, në të arriturat e fëmijëve të tyre, në planifikim se çka do të bëjë ditën e ardhshme, të gjithë do të jesin të ngu mendime të ndryshme, kush kujna pja imponon mendimin, kush po vërtet më shumë, po ofendon, kanë filluar edhe moshallë dhe që në në të afërt edhe në studio televizive dhe parlamenta dhe të fillojnë edhe të rrohen, edhe me të vërtet na japin një kulturë të mirë për të ri tonë. Prandaj kjo neve po na demotivon. Edhe ata të cilët kanë studiuar jashtë, kanë shku me studiuar jashtë, me sjell një praktikë të re, një kulturë të re, po demotivohen kur pishohet se çfarë po ndodh në vendin tonë. Dhe shumica prej tyre po vendosin, ka qëndruar ndoshta 4-5 vjet, kudo në Evropë ose në Amerikë, ka bërë studime profesionale, me kusht që mu këtu në Kosovë, mirë po kur e sheh këtë ambient politik të kontaminuar plotësisht, thotë pse më shkuar atje kur unë duhet të bëj argat një personit i cili ndoshta as me fol, as më shpreh nuk den, as nuk voton asnjëherë në interes të popullit, për shkak ka marrë ato vota, po voton në interes të një liderit ose në interes të një biznesit, sepse ne po e shohim. Sot jemi tu përballë veç një fakt të marr, nëse ky parlament nuk ka arrit që spaku të ndikoj në uljen e çmimeve të konsumit ekonomik, çka mas shumë të i po i prek qytetarët, ku 70-80% ashtë edhe 100% të pagës kalon në ushqime, e dikush ka dhe kredi, sepse bankat kanë tregu që ka kredi të shumta, vetëm për ushqim, atëherë cili është motivimi i një personit që të jetojnë në Kosovë. Qofse dikush në perëndim e ka 20, 25, 30% pagës në ushqime dhe 70% mund mirët në çështje tjera, tek ne shkon 100% e pagës në ushqime dhe çka me bash stresat sociale ku kim mira familje që jetojnë me 120-30 euro ose 200 euro në muaj. Duhet që të marrë edhe një mendim të zonjës Makbule, sepse më duhet ta liroj më pas se e di që ka angazhime të tjera. Më intereson të di e nderuar çfarë presim nesër dhe nëse nuk bëhet edhe nesër, a kemi mjaftueshëm kohë që të vazhdojmë të kemi seancë pas seance për të bërë një konstituim të Kuvendit Kosovës? Kosova nuk ka kohë për të humbur, por si duket, për ata që janë duke na përfaqësuar në parlamentin e Kosovës kanë kohë për të humbur. Kurse ne si shtet dhe qytetarët e Kosovës nuk kanë kohë për të humbur. Unë shpresoj që nesër të gjithë pra të kenë gjetur një mirëkuptim për një kandidaturë të re,
të propozuar nga lëvizja vetëvendosja që do t'ishte e pranueshme nga të gjithë dhe të bëhet konstituimi i kuvendit, pra zgjedhja e kryeparlamentarit dhe nënkryetarëve dhe kjo konsiderohet konstituimi i kuvendit dhe të ecim tutje me zgjedhjen e qeverisë së re. Po shpresoj që nesër do të kemi një zgjidhje të re, edhe pse dua të them që jam pesimiste, pasi që në anën tjetër nuk kemi informata, ka një blokadë totale nga partia fituese, nuk kemi informacion se a ka biseda, a ka marrëveshje, çfarë po ndodh. Dhe ne të gjithë po mbesim duke amencuar se çfarë do të ndodh nesër, po të shpresojmë që nesër ndoshta do të jetë dita e zgjidhjes së kësaj nije dhe mund të ecim tutje. Të falenderoj shumë për kohën e nderuar. Shumë faleminderit. Bardha, do doja të ndërlidheshim. Faleminderit shumë. Do doja të ndërlidhesha me atë që e tha më parë, Vebi rreth një varfëri e madhe ka kaplu popullin tonë. Nuk ka familje që nuk ka kredi. Dhe mbi gjitha kur ne shohim ka shumë debate politike, kur shohim ka shumë konfrontime të liderëve të partive, të deputetëve të zgjedhur, si po ndikon krejt kjo në familje, sepse e përmendi edhe Vebi shumë mirë që është kriju përçarje edhe brenda vetë familjes, prindër që kanë mendime të ndryshme me të rinj, apo të rinj që kanë mendime të ndryshme mes vete, si ndikon krejt kjo në aspektin psikologjik? Mirë, duke fillu për faktit që ka përqarje në familje, kjo automatikisht krijon, domethënë, stres dhe ankth në mes antarëve të familjes, ku vije edhe deri te përqarja komplete e familjes në shumicën e rasteve. Si për shembull kur, si se këtë edhe jo, mund t'jenë prind të mendimeve të ndryshme, ose bashkëshortet të kenë mendime të ndryshme, dhe të hyj pikrisht çështja e politikës ose mos udhëheqjes korrekte, nëse mund ta quaj kështu, të vendit, po ndikon edhe në mendimet, domethënë kundër mendimet mes familjarëve, të cilët po mendojnë se me shpresë se njëra prej politikanëve do të jetë më i mirë se tjetri, duke i ndru, domethënë duke qenë konstant fatkeqësisht të zhgënjur prej udhëhecësve tanë, ne po mundohemi të ndrojmë, edhe disa prej tyre kanë besim te një politik, disa prej tyre mendojnë se duhet të ndrohet politikanët, edhe atëherë kjo domethënë kjo krijon një mosmarrëveshje të madhe mes familjarëve, ku edhe përçahet familja, domethënë vjen rritja e divorcit, ka edhe të rinj, domethënë, ose fëmijë të cilët nuk dojnë as pak të rinj, si që cakëm edhe më herët. Domethënë, edhe pse prind konstant mundohen të kontribojnë, hyjnë në kredi dhe kontribojnë shumë për një të ardhme në forma të ndryshme, për një të ardhme të mirë të tyre, fatkeqësisht ata nuk shohin ardhmëri. Pse ju shuhet... Apo ndërlidhet kjo me krejt këtë dëshirën e madhe të trive dhe trejave të vendit tonë që me lanë Kosovën, sepse përmend edhe Vebi, ka prej atyre që janë nisë me mendimin që me studiu jashtë dhe me u kthy përsëri në Kosovë, por që sikur po ju shterojnë mundësitë dhe vullneti për të jetuar dhe për të funksionuar në vendin e tyre. Fiks, kemi shumë të rinj cilët ju ka dhënë mundësia të shkojnë në shtetet e jashtme, kudo në Evropë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kanë marrë më të mirën prej tyre dhe kanë dashur me sjellë në Kosovë, por fatkeqësisht kur po i shohin këto, domethënë përçarje të udhëhecësve tanë, ose ngrirje që s'kemi tash, atëherë çfarë shpresit kemi? Ti vetë ke studiuar në Amerikë, ke ndërtuar një pjesë goxha të mirë të karrierës tënde si psikologe atje. Dhe sot që punon dhe vepron në Kosovë, si të ndikon ty personalisht krejt kjo atmosferë? A të bën me mendu ndonjëherë që kam gabu që jam kthy? Sinqerisht po them, shumë thellë brenda. Flas unë personalisht për eksperiencën time, fatmirësisht deri tash ka qenë kryesisht e mirë. Po, kur shoh këto ngërçet politike, këto përçarjet politike, të cilat ndikojnë konstant në rrjetin tonë social, edhe që besa edhe në shëndetin mendor, atëherë nga njerë ndalem edhe mendoj, sepse janë disa që cilat kam dashur me ja arrit edhe ende po sillem, sikur në një rreth, se nuk po mundem me arrit për arsye se nuk po di askujt me ju drejtu, sinqerisht themi. Kështu që këtë probleme kanë edhe të tjerët, edhe unë personalisht për eksperiencës time, nganjëherë kam ka një mendim, them, ndoshta është më mirë të kthehem. Jo pse u kthehem, ndoshta është më mirë të kthehem prap, të bëj diçka atje edhe mandej me shpresë se do rregullohen gjërat këtu. Por unë për momentin nuk e kam dorëzu, unë po kam qef të ri këtu, po shpresoj që edhe rinia të ketë të njëjtin mendim, por fatkeqësisht kjo i demotivon. Edhe për ata
po ikin të rinjët. Mirë, do doja që regjia në vazhdim të më jepte kuriozitet. Është pak kuriozitet, krejt kjo që në fakt po e themi se është interesante dhe është në të njëjtën kohë për të ardhur keq se si njerëz janë lodh edhe nuk shohin më diçka të mirë që do të mund të ndodhte. Aq më pak të presin diçka të mirë prej politikës në vendin tonë. Do doja që të kemi voksat ose mendimet e qytetarëve, më pas bllokun e marketingut dhe rikthehemi përsëri në studio me të ftuarit. Konfuzët nga të ruar në drejtë që nuk e merë vesh, ti sa të them tjetër, as nuk i këptaj opozitën, as këta një situatë gati e pashtë të dalje që dështë ma mirë zjedhe të reja, atër shjetë kur qështë. Sigurisht që jo mirë, popullë është i shqetësum, rinia edhe gjitha generatat, përësy se kemi prit me padorim që të vinë një temi pliad e zgjedhën nga populli, të formojnë institucionet dhe të zgjedhin problemet që kanë mbet nga e kalura, por edhe të bëjnë një plan, një dinamik zhvillimit ekonomik, të krijojnë perspektivë për rinin, për popullin, për integrime dhe thjesht njerëzit të flanë qetë. Pa këtë kryesor nuk ka politika, janë jetë vetë njerëzit. Që se dojnë njerëzit ndryshime, bojnë ndryshimi. Njerëzit ju përshtatët që kjo situatë çfarë është dhe vazhdojnë me jetu në qëtë mënyrë. Po ka të rëgua popullis çfarë situatë e kemi, ja u dha votat, tash duhet më koordinua. Nuk është sistemi komunist mi morë 95%. I kanë secilit vetat, populli o deklaru, ata tash duhet më bo bashkë, që kanë mende tjera, atëherë nuk ka nevoj me dalë në zgjedhje, pe zgjedhim një mbret, edhe pja jepim për jetë. Ndikon gjithsesi. Ndikon, por na hala jemi mrapametun, edhe pse kemi fitu një liri 25 vjetë, hala jemi me premisat të gabume edhe hierarhike. Është ashtu qësh, është mire njohur për opinionin, çdo koment ke por. Po jemi mësu, po më duket vëllohet që sa vjetë kështu, gati si njëjtë. Njëjti sistem politik. Ja, përse, se cili për veti po mënohet për karrik vetë. Po të keqe. Që ka bëhe keqe, mësë më marrë vesh në vetë, më formu një qeveri, ose një parlament është e të mërshme. Mjerë me kush për në vejsh. A përsheni një rritje qmimi për 16% të rritë bukën për 60%. Veç këtu e krasu balësht. Të rritë të rrima për mrenda 4 vite 127%. Asë është të tërshme. A jemi flajmë që mërë. Që shpreshe situatën e politikës në Kosovë? Super e mira. Që janë gjinja o politika. Njerëzve po i përshtatet kjo situatë. Jemi mësu, njëjtë jemi bo që sa vjetë ka probleme të kësaj natyre. Ishin disa prej komenteve të qytetarëve. Vepi nga këndi juaj, a ka logjik krejt kjo që po ndodh? Si do ta komentoje? Ka shumë për të komentuar, sepse edhe këta që dëgjum për qytetarëve, zëri qytetarëve është zëri më i mirë. Sigurisht. Edhe ne çdo herë do të besojmë në qytetarin, edhe pse ka njerëz edhe qytetarin ndoshta nuk ja qëllon bashkë, mirë po mendoj që është një shkollë e veçantë e njerëzve që merren me politikë për t'i bindë edhe për t'i orientu politikisht njerëzve gjatë fushatës, edhe në momentin që përfundon fushata gjithçka stagnon. Për mua çka është më shqetësuese? Është shqetësuese kur i shoh një dert e partive politike, gjitha partive, pej presidentës e krejt, kur shkojnë edhe bajnë homazhe tek varrezat e ndryshme, tek të njerëzve të vrarë gjatë luftës. Edhe shumë herë thon, a ju vjen turp këtyne personave, këtyne njerëzve që mas 25-6 viteve të shkelin mbi gjakun aty në dëshmorëve. Ju janë kujtu që kemi pas dëshmorë. Edhe mos të arrin që t'i themelon institucionin, që se kthehemi mrapa vitet e okupimit, viteve 80-90 deri në vitin 99, kur kemi jetuar në regjim, kemi thonë çdo herë, vetëm të lirohemi nga armiku, se pastaj mes vetit do ta kemi një jetë shumë të mirë, edhe do të jetojmë ashtu siç duhet. Sot pas 25 viteve kemi ardhur në një situatë ku pa desh ndoshta edhe me banalizu shumë, mirë po në një kuadër ku ki 120 deputet, ki deputet me 100, 200, 300.000 vota, ki deputet me 800 vota, 1200 vota, 1500 vota, edhe të bëhen pazare me deputet e tillë për themelimin e institucioneve të shtetit, kjo është e tërshme. Unë mendoj që partitë politike shqiptare, përfshi edhe partitë tjera, mirë po sidomos partitë politike shqiptare që e kanë përgjegjësi
do të jenë zoni qytetarëve, do të jenë zoni unik, do të ullën bashkarisht të i kalojnë të gjitha problemet dhe të themelojnë institucionet, duke i përfshirë edhe pakicat edhe të gjithë të tjere, atë që kanë vendin në aspektin kushtetus, dhe jo të ullën në përhodhe të kuvendet në përkafe dhe të bëjmë pazare me 1, 2, 3 deputet dhe kujtë sa për jepu ministri, pa me ndu se qka ka me bëjë person. Nuk është interesant një adhan një ministri, një deputetit, një X partija atje, vetëm për mja përbush një apetit politik, pa me ndu se cilë është plani tine në atë ministri, sepse ajo është dështemi vetë kryeministrit të arshëm, vetë shtetit. Ne duhet të kemi programin, duhet të kemi planet, dhe atëherë ajo do tjetë timonieri një ministrije. Mirë po jo të vjen në ministri. Po qka nuk kupton të këne? Ndryshimet politike, ardhja një ministrit e politizon komplet ministrinë. Dhe ne duhet të punojmë drejt depolitizimit të shërbimit civil dhe të personave të cilët punojnë, sepse ata janë shërbys civil, shërbys të shtetit. Nuk po të ne do kete kundër ta. Ata të cilët vinë me partinë e vetë politike, përveç që e binë stafin politik, kusheret e daje, njerës të partive, ata i politizojnë edhe stafin aktual. Dhe ne ma shumë duhet të mirëm të cuk apetitet e ministrave dhe këshiltarve tyre, që sa të përmbushëm detyrat edhe të meritojnë, të marrëm s'pagu një pak halal, sepse ato paga paguën prej taksave tona, prej këty bugjetit të ushqem fëmit me një pagë. Mirë, po kjo që apo ndodhë të këne është e çuditshme dhe mendoj që edhe nesër është vonë, është du të qyshme njëherë që këta të ndjedhen edhe të themelojnë institucionet, edhe në qofë se bashkëdojnë ashtu le të i marrin ato matë mirat e fushatës, ato premtimet e bukura, edhe të fillojnë të realizojnë, edhe pastaj që popullit bindet që të dalë pas 4 viteve. Ndoshta për neve është shumë e vështirë kur e shohim që një ndikim jashtëzakonisht madh ka dhe diaspora në këto zgjedhje. Por kundër që janë një katalizator i vendit, ata prodhojnë, ata sjellin mira materiale, financiare, gjithçka në këtë vend. Mirë po ne po njohim dhe vetë, ne po shohim se kush po na del në zgjedhje, kush po merr vota dhe sa e meriton. Mendoj që shumë më mirë njohim na. Kush do të jetë përfaqësuesi jonë në të ardhmen, e që do mos, disa që kanë kalu ndoshta edhe ka 4-5 mandate, që unë mendoj që ajo është dëmi maj madh, që të votohen dhe të cilën në parlament njerëz të cilët kanë qenë 4-5 mandate dhe s'kanë arrit asnjëherë me bërë diçka për këtë vend, ose të marrin fytyra atraktive, publike, artista, këngëtar, të cilët asnjëherë në jetë nuk krijuar me politikë. Ku vendi është një vend, parlamenti është një vend ku njerëzit duhet të ulen edhe të bëjnë ligje. Edhe ligjet pastaj ndikojnë në jetën e qytetarëve. Nuk është vetëm ai debati, ajo gringja që shohim na në televizion, po janë komisionet parlamentare ku duhet të jenë profesionistët. Dhe aty nuk na vijnë njerëz të modës, njerëz të muzikës, njerëz të artit, shumë na vijnë njerëz të cilët kanë një profesion, kanë një zanat, sepse në fund ditës aty kryhet krejt puna e legjislacionit, del votohet ligji dhe pastaj zbatohet. Mirë po, e shohim seriozitetin e këtyre ligjeve se sa pa aplikohet. Tash, Kosova është një prej vendeve më të bukura në mendoj, kudo që shetit në për Evropë. Këto për thome qëllimin më të mirë, sepse diversitetin social që e ki në për vendet të ndryshme, dhe cilët e ki sa personat, sa përdorusi, substancave narkotike, sa i pastrehi në rrugën, mbi rrugën në për kryeqytetet, më ndaj evropiane. E shumë si zhvillohet jeta, Kosova një vend që ka një qytetari shumë të mirë, të edukume, një popull të bukur, një popull të shëndetshëm. Po sikur nuk po ja dim vlerën këtij populli. Nuk ja dim vlerën në fund ditës që hajde ta mirëmbëjmë këta qytetarë, e jo që numri nga 1.700.000 banor tash ka rënë në 1.400.000 banor, sepse këto dhëna të arrestimi nuk janë të sakta, dhe për çdo ditë kemi ikje trive. Dhe nëse ne kemi demotivuar trit, edhe trit që po ikin, ata janë pjesa më vitale e shoqërisë, të cilët prodhojnë në vend se të prodhojnë për neve. Këto prodhojnë për perëndimin, kanë lënë pleq pa përkujdesje, kanë lënë gra dhe fëmijë pa përkujdesje dhe normal që ne nuk kemi se si të gjenerojnë to ardhura. Bardha, krejt kjo situatë, unë them pasojat do t'i kuptojmë pakës më vonë. Ne në këtë kohë mund të kemi stres, mund të kemi angth, mund të kemi përçarjet familjeve, përçarjet qifteve, madje përmend edhe shkurorzime që nuk është terme që mund të do, sepse jemi të lidhur kaq shumë me politikën dhe me liderët tanë. Politikë nga njerë duket pak edhe absurde gjithë kjo lidhje emocionale që kemi kriju me disa njerëz që e tha edhe Vebi, ndoshta për mandatet të tëra nuk është që kanë bërë diçka të mirë në të mirë të vendit. Si do të ndikoj krejt kjo, ose mund të themi që pas një periudhe jo dhe shumë gjatë kohore, ne do t'i shohim rezultatet e vërteta, rezultatet
e saktë të krejt asaj çfarë po prodhon gjithë kjo energji, nëse mund të themi, nga fusha politikës në shoqëri. Po, dhënia e gjithsa energjie në fushat e politikës, nga e cila nuk marrim edhe shumë rezultate pozitive, normal që në të ardhmen, do më thënë, numrat e depresionit mund të rriten, numrat e përqarjeve familjare, si cekëm më herët, edhe ikja të rinjeve. Ose ata edhe që rinë këto mund të vujnë nga, do më thëmë, humbja shpresës, ku nuk kanë ma një shpresë për një të ardhme më të mirë dhe jetojnë si themi nga dita në ditë. Edhe shumica prej qytetarëve se cekëm jemi mësuma, nuk po na lënë për shtypje, pse se ata që nuk kanë vendosë që ndrojnë këto, se nuk kanë rrugdalje të daljen dikun tjetër, për një të ardhme më të mirë, atëherë bëhen edhe disi imun ndaj kësaj situate dhe nuk dinë më as çfarë të kërkojnë më mirë. Nuk i bën përshtypje. Po, nuk i bën përshtypje. Për ata edhe disa prej liderëve tanë janë edhe me shumë 4-5 mandate këtu, sepse nuk ma qytetarit i ka humbë shpresa komplet edhe nuk din kënd ta zgjedh më. Se ka ndo që po vjen të ëndron prap një farë mënyre të njëjtat rezultate po i sjell. Do me thënë, problemet me shëndetin mendor tregohen më vonë. Po më e keqja është që kush po mirët me këta që kanë probleme me shëndetin mendor. A do të ketë kush mirët, Bardha, sepse për fat të keq po shoh shumë të ri dhe të reja të fushës së mjekësisë, të cilët thonë që s'na ka mbet zgjidhje, nuk kemi çfarë të bëjmë në Kosovë. Kjo është pikrisht do të thënë problemi të cilën ne folëm të kohën, sepse të rinjët janë ata që do i sjellin ardhmëri këtij vendi. Të rinjët janë ata që do i sjellin frutet më të mira, që i kanë marrë kudo, qoftë këtu, qoftë jashtë vendit. Po, siç i thënë ju, kush do mirret me shëndetin tonë? Kush do të mirret me shëndetin mendor? Sidomos shëndeti mendor është një ndër mendoj që nëse mund ta them kështu është pak më i neglizhuar më tepër se sa gjitha tjerat fusha në Kosovë. Pse? Sepse edhe ata të fushës të shëndetit mendor, shumë pak ju jepet hapësira edhe t'ju jepet të ndihmë popullit, sepse fatkeqësisht ende stigmet në popull ekzistojnë që kërkesa për shëndetin mendor, do me thënë ndihmës së shëndetit mendor, ende është një stigmë shumë e madhe në Kosovë. Po, edhe institucionet nuk është se bajnë diçka për me rrit vetëdijsimin tek qytetarët sa i rëndësishëm është shëndeti mendor. Po ashtu, edhe nëse këta që kemi mbetë dhe dojmë me kontribu, ose ne që jemi këthy këtu me kontribu, shumë pak hapësirë në dojnë, edhe nëse dojmë me ndryshu diçka në hapësirën, do më thënë, tek populli jonë, sepse janë mësu të bëjnë një rutinë, një farë mënyrë në një shtablën të jetojnë, vetëm të fitojnë ato votat, ose të mbesin në udhëheqje, ashtu me ato, nëse mujtë të qua ato maskat e tyre. Po, në atë moment që ne si qytetarë, po dojmë me bëjnë ndrime atër, Kjo është shumë shqetësuese sepse ndoshta edhe na jemi vetë zëri qytetarëve të cilët vinë për rrugëve të Prishtinës dhe për institucioneve tona. Dhe shumë problem kur gënjeshtra ka kalu në një normë, në një standard. Dhe na këtë dim që po na gënjejnë dhe prap vazhdojnë ambjektin avaz. Sepse në momentin që nuk sheh zhvillim ekonomik, në momentin që sheh gjithë këtë korrupsion, në momentin që sheh mos angazhim të profesionistëve, do të thonë punëtor social, tash 10 vite diplomojnë dhe nuk mund të angazhohen në punën sociale, por që ka shumë nevojë qytetarët, ata angazhohen në për market ose në fusha ndryshme jashtë profesionit. Psikologët nuk angazhohen në vendin e vet. Reforma në arsim është zero, nuk kemi bë kurrë. Në shëndetësi, po shohim që kemi gjendjen, me çka merremi, domethënë kohët e fundit edhe kjo çështja e banave dhe këto ka eskaluar shumë dhe jemi pajtu. Kjo për mua shqetësim, ose rritja e energjisë elektrike. Kjo e ka zvoglu buxhetin tonë me njëherë për 16%, sepse e ka rritë çmimet edhe gjithë shka po rritet. Fakt, po i zvoglon në shumë aspekte të tjera. Në qoftë se tash këtu po jetojnë në një vend shumë interesant, me njerë kanë filluar paralemrit për shtrejtime të gjërave elementare, ende pa hyrë në fuqi. Mirë po, në qoftë se organizohet një protest, ajo se do të politizohet ose e kini numër për 150-200 aktivistëve të cilët do të dalin, po të njëjtën kohë e kini një stres tjetër, e cila me të vërtet nuk e justifikon të ardhurat me luksin të cilat e bojnë, sepse veturat më të reja gjindën sot në Prishtinë. Çmimet e banesave mas shtrejtat, çmimet e pronave mas shtrejtat. Vikende, për shembull 30 vikend,
rrjetet sociale kanë qenë të mbushura në për vizita në për Shqipëri, Greqi, në për Evropë. Dhe këta njerëz dalin prej këtij vendi ku paga është dikon 500 euro paga mesatare. Tash është problem me shpjegu. Me të vërtetë, nuk besoj që ka një psikolog që qysh po funksionojnë. Edhe na po jetojmë tash në një ambient ku gjeopolitika, sidomos kjo ka po ndodh me Trumpin dhe gjeopolitika, këtë Evropa është në një stres. Këtë njerëzit e mëshëm, këtë qeverit e mëshme të botës janë në stres se si do ta kalojnë këtë krizë gjeopolitike me këto konflikte të çmimeve edhe çfarë po ndodh. Ne po jetojmë sikur se për neve Zoti të çon edhe dikush tjetër ka kush mendon edhe te ne do të vjen e mira. Jo, do të planifikojmë. Kisha thënë që do më ndërlidh me ata që këto janë problemet, pasojat e problemeve të shëndetit mendor. Pse? Se konstant zhgënjimi konstant tek popullata krijon edhe në farloj humbje total shpresë ku ma popullata nuk i bën përshtypje asgjë, sepse janë bën nëse mund të them imun ndaj këtyre gjërave dhe nuk kanë asnjë pikë shpresë për një të ardhmen më të mirë. Do doja të vazhdoni edhe më tej, më kanë ikur krejt minutat, po krejt fund shumë shkurt vevi. A pret që me u bo nesër kuvendi? Jo, nuk pres më bo asë nesër kuvendi, sepse nuk ka asë indikacion se janë duke mendu dikush për popullin. Unë mendoj që nesër me pas qytetatri aktive, unë nesër i kshalon të gjithë ata deputet me hynë në kuvend, për nuk i kshalon medalë. E kësha rrëthu kuvendin të gjithë qytetarit derisa të arrijnë një marrëveshje, edhe na jena shumë më kallabllak se ata. Ata 120 mbrana, jena 1 milion jashtë edhe me ndrrime, me rrëthu kuvendin, me thonë derisa të gjeni një zgjidhje, ju do të qëndroni mbrana sepse keni marrë votat. E keni për detyrë. Edhe keni për detyrë mi themelu institucionet me njerë dhe pastaj dini. Pa marrë parasysh që shumë mirën e vesh, është në dorën e juve sepse ne ja kemi dhënë votën dhe ju do të qëndroni mbrana atij kafazë ose mbrana atij vend aty të quajtur parlament, derisa të gjeni një zgjidhje dhe pastaj ata do të mbushen men edhe ata, po edhe ne se ku do ta votojmë nesër, edhe marrja e përgjegjësisë nuk ka privilegj. Marrja e përgjegjësisë është obligim ndaj qytetarit. Po nesër nuk pres se do të arrihet diçka sepse po duket që këto më shumë ka inate personale dhe politike se sa që ka tentim për gjetjen e një zgjidhje. Faleminderit shumë për kohën që keni dhënë sot për ne. Shumë faleminderit.